Nuk do zgjidhen këto se do shtohen disa roje atje. Nuk bëhet më fjalë domethënë. Lexoni komentet. Njerëzit janë mërzitur. Nuk shprehen për gjyqtarin. Edhe në koment që shprehu është turp, po shprehen për sistemin. Po 30 ca vite akoma kthim pronash. Po 8.000 dosje ishin ato të shkreta. Pse nuk i kthyen për nga 10 në ditë ktheni. Gjyqje pafund, që as i lexojnë fare. Tu nuk ka vlerë avokati, tu ka vlerë sekseri bërë. Me dhunë ai të grisë gjisën e kadasës, të jënë gangsteri, na bëka vrasi gangsteri atje, pisanjosi atje, edhe pagun me tokat e Bërdetit. Po në hyqmin e kujt janë bërë gjithë, në hundë e kujt. A ka gjë më të neverishme të jetosh në një shtet tillë? Ku shkëlqimi dhe takat e pushtetarëve, e çantat e rrobat e vilet e tyre bashkëjetojnë me një padrejtësi të tillë dhe me njerëz në halle të cilët domethënë janë shpërfytyruar sa nuk njohin as veten e tyre më. Kjo është bërë. Unë mendoj që këtu duhet të thot fjalën një revolucion shoqëror në të gjitha planet. Avokat, nisur nga eksperjenca juaj për gjatë gjithë punës suaj, a e keni parë veten ndonjëherë të kërcënuar mbi punën tuaj që keni zhvilluar për gjatë këtyre viteve? Po patjetër. Po s'du ta bësh lajm, mos bëj skup, lutem. Se nxjerr në një kështu, po patjetër, gjithmonë kemi bashkëtuar me këtë punë. Ka dhe forma direkte edhe indirekte. Unë kam marrë parasysh për t'i dalë për zot vetes. E ndodhur në këto kushte, po. Kur kanë tentuar bardhi, i kam dalë bosh me paralajmërim. Nuk ma lejën e kërkujt pasaj për jetën time e familjes time. Po pse, nuk e rrafshoj tropojën Berishët? Po pa ka bërë i Meta. Po pa ka bërë ky tjetri, ky gjati. Kështu që megjithatë për këta je gjithmonë në thojse i frikshëm, kur nuk e merr më në konsiderat as jetën tënde. Kështu që unë prandaj si kam marrë më asnjë interesi. Tani po iki drejt. Sfidë është kjo jetë është sfidë. Po dhe unë, shoqëria mbase nuk është e vetëdijshme. Po unë si person nuk e lejoj vetes të risi skllav për ballë tyre. Për ballë tyre me moralin më bërnut në gjitha planet, po që na hypin dhe pushtet, ashtu s'ka është. Le pa vlera intelektuale, po moralin më bërnut. Disa do i kisha përjashtu dhe nga burdeli për imoralitet. Jo më t'i mbajen qafë si pushtetar, s'ka është. Se do njëri apo do tjetri. Këta janë tallur me ne. Dhe këta du të paguajnë pasojat. Unë për të jam. Ju që lypni drejtën tuaj, merreni drejtën tuaj. Dhe ajo që mungon të kjo është me të prisë këto, që po lyen me nderë me kos. Ato po ham para jush, po e shqyrë Shqipërinë para jush. Po e shqyrën juve, Shqipëria është një pjesë e ime, pjesë e jote e tjetrit. Na kanë mbushur mendjen që është bamirësi të marrin frymë, se na japin këta frymën dhe copën e bukës. Po që unë mendoj që duhet drejtësi. Drejtësi. Tani ka ardhur koha, ai zinxhiri që vajti të kohën kështu ke vjedhja, të shkoj tani mbrapsht ke drejtësia. Hajde derisa e perceptojmë, jemi të bindur që është kështu.
Hajtë bashkohemi, një kohezion, s'ka nevojë të vëmë firmën. Të betohemi, ne banda e PD-s apo e PS-s, se na mërziten tani këta të PS-s, ta krau tjetër. Se dhe tani na do të rkitën që folëm kundër Berishës. Po prit më se nga 2014-15 që kanë folur unë dhe tani, ka lënë kusur të tjerë, që janë bërë si ky dhe më zi se ky. Kështu që ne du të themi buku s'buk. S'mi intereson as Berisha as Rama, mi intereson drejtësia. Mbi këta dhe mbi vetën time, unë vë vetëm Zotin. Këta që kanë Zot Berishën dhe Ramën, kur mos bëfshin ajër. Kur mos bëfshin ajër. Se nuk e meritojnë, se këta i bie që janë pa fe pasaj. Një njeri që ka Zot, një politikan, dhe s'ka moral, nuk ka Zot bënda vetës ti, se Zot është në zemrën e njeriut, është në parime. Mos u lodha ta kërkosh Zotin larg, në zemrën tënde ke, bënda vetës e ke, të ka bërë si pas shëmbëlltyrës ti, të ka dhënë mundësi të zgjedhësh me vullnetin tënd. Dhe për të zgjedhur sa më mirë, mëso lexo hap sytë e tjerë, vlerëso. I objektiv, i drejt në gjykim. Këta nuk duan, i pjesë. Po ata që kuptojnë, besimtar, është faj tyre. Që i din shumë mirë këto që unë po them, dhe sidomos klerikët, dhe me vedije bëjnë lojën e pisët të tyre. Ata do japin e sap edhe për pjesën tjetër që kanë qërë lepsë. Jo vetëm për vetë. I ndodhur në këto kushte sistemi i ri i drejtësisë, a nuk do të duhet të zhvillojë një tjetër vetting për të pastruar figura që mund të jenë të korruptuara të këtij sistemi? Nuk është bërë reforma, e penguar reforma. Leshon ka fajin vettingu, fajin e kanë këta. Thjesht, nuk e bën reformë, nuk desh ta bëjnë. Dhe garantojnë këta gjyqtarët. Thjesht gjyqtarët që kishin në lyqën Berisha më shumë, tani kanë bërë ujdi dhe me pjesën tjetër, me Ramën dhe me tjerë. Nuk ka këto lutë. Unë kur kam parë gjyqin e Vulës Berishës, kam kuptuar që këta komandojnë sistemin drejtësisë. E po të mbyllin çështjen e privatizimit ose OSSH-s, ja them që këtu mundësisht të bëjmë me titra. Mor gjyqtar budallë. Po ajo çështje ka vajtë deri në Amerikë, si e mbyllin? E do shkoj prapë. Si e mbyllim? Nuk i hyn çështje se ai ka apo s'ka fakt penal? Po si më të pranojmë ne që kaq shumë u vol Shqipëria sa ndërto $7 milion apo euro i ka marrë vetëm Noel Kalej. Pra u bë deti Kosovë. Si e mbyllim? Atëre, bëj pyetje tjetër për këta që janë trima. A e larguar nga sistemi 4 prokurorë dhe 1 gjyqtar që dolin mbyllin çështjen DHS? Dolin me dhunë ta mbyllin? A është e vërtet kjo që them unë apo jo? Edhe i kanë larguar me plot drejt. Me plot të drejt i kanë larguar. Kështu që këta që i mbyllën, tyre ju mbyll përfundimisht mundësia për të marrë me drejtësinë dhe ta paguajnë.